Thirrje për pjesëmarrje masive në protestën mbarkombëtare që do të mbahet të premte në Tiranë dhe ku do të kërkojë drejtësi për ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag. Bori të mërkurën djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi. A jeni gati shkruhet në ftesën për pjesëmarrje në protestë që Endrit Thaçi shpërndau në rrjetet sociale. Ndërkaq për transportin e veteranëve të UÇK-s drejt Tiranës, kryetari në detyrë i Bashkisë së Prishtinës, përparim Rama ka siguruar 6 autobus. Veteranët tanë nuk janë pjesë vetëm e së shkuarës, por edhe ndërgjegjës son kombëtare dhe Prishtina, si kryeqyteti i Kosovës do të mbetet shembull i respektit institucional, i kulturës politike dhe mirënjohjes publike, shkruajti përparim Rama në një postim në rrjetin social Facebook. Protesta mbarkombëtare në sheshin Skënderbej të Tiranës në orën 17 të pasdites së të premtes dhe ku do të marrë pjesë edhe kryeministri Edi Rama, mbahet pas asaj që u mbajt në Hag muajin e shkuar ku veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qytetarë nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora u mblodhën duke kërkuar drejtësi për ish-presidentin Hashim Thaçi, ish-kryetarët e Kuvendit Jakub Krasniqi dhe Kadri Veseli dhe ish-deputetin Recep Selimi, të cilët po gjykohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në dhomat e specializuara të Kosovës, siç quhet gjykata speciale me Selin në Hag, për krime që pretendohet se janë kryer nga ish-antarët e UÇK-s gjatë luftës së fundit në Kosovë. Gjyqi ndaj tyre nisi në prill të 2023-shit, ndërkohë që ndodhen në paraburgim që nga nëntori 2020-s.